Ja ku takohemi në Bima dhe Shëndeti me doktor Ylli Merian. Mirë se erdhë, doktor. Kënaqësi. Mirë se gjej. Ka nisur vapa, temperaturat larta. Sigurisht. Po problemi që kemi sot nuk lidhet me temperaturat e larta, me nxehtësinë në atmosferë, por me një ndjesi, ndezje apo djegjeje që shumë individ e ndjejnë tek këmbët, tek pjesa e shputave të këmbëve, kryesisht gjatë natës. Kur themi ne që nuk gjen ndërmarrën as ujë ftohtë dhe as sipërfaqet e ftohta, është një ndjesi që të jep një lloj shqetësimi, të jep një lloj parehatie, dhe padyshim do të eksplorojmë se nga e ka burimin, pavarësisht se ne mund ta qetësojmë lokalisht, por duhet gjetur nga buron shkaku i ndezjes së këmbëve, ose në gjuhën e përditshme si quhet, më japin një lloj. Kjo është një lloj neuropatie. Neuropati. Por shkaktarët mund të jenë të shumtë. Ajo ndezja është sikur të duam të ecim për shembull për të shkuar në bregun e detit, zbathur, dhe sikur është rëra nga ora 11-12. Pra jo përvoluese si rëra e orës 12 deri nga ora 2, po pak më para. Dhe më e bukur është që kjo shqetësimin e jep kur sa futesh në krevat që të flesh, fillon ajo ndezja, një zjarr i pjesës fundore të këmbës, dhe që harrin deri afërsisht tek pjesa e kyçit të këmbës, tek ajo pjesa tarsale. Atëherë, shkaktarët me të vërtetë janë të shumtë, por kanë nga një veçanti të ndryshme njëri nga tjetri. Për shembull, nëse do të shikojmë për shembull tek ndezja që është me origjinë nervore, neurologjike, kjo mund të kemi të bëjë me një neuropati diabetike, mund të kemi me një mungesë të vitaminës B12 dhe të folateve, edhe kjo vitamina B12 pra ndikon në ndezjen e këtyre receptorëve fundor të nervave në shputën e këmbës, por mund të kemi tek disa njerëz që vuajnë nga kjo mieloma multiple, atyre ju zhvishen si thua fijet nervore, dhe njësoj sikur të zhveshim atë mbështjelljen plastike të fijeve të korrentit. Po të bashkojmë nulin dhe fazën, e çfarë bën? Vazhdon që të japi atë flakën inkandeshente dhe mandej pastaj temperatura e lartë vazhdon që ta zhveshi atë fijen, po e njëjta gjë na ndodh edhe me mielinën, atë mbrojtësen yndyrore të fijeve nervore që qëndrojnë larg njëra me tjetrën për të mos rënë në kontakt dhe për të dhënë atë si ndezje. Por jo vetëm kaq edhe kjo neuropatia diabetike, por ka edhe shkaktarë të tjerë. Por le të themi, këtu jemi tek një çrregullim i sistemit të qarkullimit të gjakut. Kjo ka lidhje me zemrën, pasi kjo mundet që ta shpërndajë gjakun dhe të mos ta tërheqi dot, sidomos gjakun e ekstremiteteve të fundme të këmbës. Por jo se nuk e tërheq dot të gjithin, por mund të na mbeten kriprat, mund të na mbeten këto acidet malike, mund të mbeten këto acidet urike, që në këtë rast ka lidhje me veshkën, por ne vetëm të dimë të dallojmë. Për shembull, një ndezje e her pas hershme mund të jetë nga neuropatia diabetike, pra ngrihet sheqeri ose ulet, këmbët enjten, ndezen ose freskohen. Një neuropati nga çrregullimi i qarkullimit të gjakut. Kjo na jep këto shenja, na jep ndezje këmbësh, por na jep edhe fryrje, enjtje të tyre. Një shkaktar tjetër që mund të jetë mos funksionimi i mirë i organeve të brendshme, pra dhe i sistemit. Për shembull, le të marrim sistemi renal të urinimit. Nëse kjo nuk do të më funksionojë mirë veshka, pra ajo njësia bazë e tyre, po nuk më funksionoi, po nuk e bëri mirë ajo glomerula atë largimin e këtyre toksinave nga trupi, atëherë azoti dhe kreati do fillojnë të rriten në gjak. Duke u rritur? Kjo rritje kuptohet që këto toksina do më qëndrojnë në pjesën e poshtme të këmbës dhe do ma japin këtë ndezjen e këmbës. Dhe kjo, si thuash, shoqërohet me ndezje këmbësh, por edhe me fryrje që nga gjuri e poshtë, ose në pjesën e tunelit tarsal. Pra ngushtohet ajo, ngushtohet
që rregullohet qarkullimi i gjakut dhe veshka nuk arrin që të na largojë plotësisht toksinat. Kryesisht atij gjaku që qëndron në pjesën e poshtme të shputës së këmbës dhe tek ai ngushtimi i tunelit tarsal. Pra, njësoj siç është tuneli karpal këtu, kështu është poshtë e kyçi i këmbës. Dhe aty mund të vijë gjaku, por kur kthehet mbeten dhe këto mbetjet na krijojnë toksina dhe na japin këtë ndezjen e këmbës. Që do të thotë, nëse kemi ndezje këmbësh dhe fryrje, problemi duhet të kanalizohet drejt veshkave. Këto është mirë që të kontrollohen. Pra, që të bëjmë ato diferencën, duke qenë se shkaqet që kanë të ndryshme dhe njerëzit të kuptojnë nga se ju vjen, po ndezja dhe fryrja e këmbëve ka lidhje me një rregullim të sistemit renal të veshkës. Në qoftë se kemi ndezje këmbësh, por kemi një gojë të thatë, sikur po na pihet ujë, ose në mëngjes goja është e hidhur, duhet të lidhet kjo ndezje këmbësh, që është më e pakët, por që ndodh nga rregullimi i funksionit të mëlçisë. Atëherë, edhe mëlçia nuk i largon ndoshta mirë ato toksinat, ose kemi të bëjmë me norma të larta të këtyre viruseve, siç është hepatiti A, B, e radhë. Atëherë, në këto raste, pa diskutim që kjo do të më japi një dobësim të sistemit nervor periferik dhe sidomos të ekstremiteteve poshtë. Pra, e thënë shkurt, kjo me mëlçin do të lidhet edhe me ndezje këmbësh, por edhe tharje të gojës, ose nga njëherë zbardhje e buzës, ose nga njëherë zverdhje e shikimit, e syve. Bëjnë sytë si të zverdhur ashtu. Pra, në këtë kuadër, ne duhet të kanalizojmë, të bëjmë një kontroll patjetër të mëlçisë. Ne ju themi njerëzve këto shenjat kryesore, për shkak që ata ta dinë se ku duhet të orientohen, sepse ka edhe shenja të tjera, për shembull një toksifikim, le të themi, nga alkooli. Po. Kimikatet e ndryshme, kimikatet e ndryshme, për shembull ndonjë arsenik, ky mërkuri, kjo zhiva, domethënë, por edhe të tjerë, për shembull, nëse ne do të qëndrojmë me taka të larta për një kohë të gjatë ditës, detyrimisht ai shtrëmbrimi tek tuneli tarsal, tek kyçi poshtë, patjetër që do të më japi një mbetje të këtyre toksinave tek këmbët, ose një këpucë e veshur, por e shtrënguar këmba fort. Ose një qëndrim i gjatur, pra këto janë çrregullime të punës, le të themi, qëndrimi i gjatë me këpucë të veshura. Po që me një trajtim të thjeshtë dhe largohen, ndërsa këto shkaqet e tjera që janë më brenda organeve dhe që janë më të rëndësishme. Pra këto që janë funksionale të metabolizmit dhe neurologjike, kuptohet që qytetari duhet të di që nëse ka ndezje këmbësh, të di për shembull që të shikojë një herë këpuca e vret gjë, e shtrëngon, e kështu, është këpucë normale, e shesht apo jo. Dhe këto i takojnë atij për ta rregulluar. Ndërsa mandej pastaj shkaktarët e ndryshëm, ky do të shikojë për shembull ka gjumë apo s'ka gjumë, si e ka diabetin, nëse është me diabet, është i lartë apo jo, si e ka kolesterolin, si e ka funksionin renal të veshkës. Këto duhet të di ky. Pastaj pjesët e tjera pa diskutim, por këto nuk i bën vetë qytetari. Pra duhet të shkojë tek një specialist, më e pakta të bëjmë një eko të organeve të brendshme. Ku shikon të gjitha patjetër këto organet e brendshme, mirë është, ne ju themi njerëzve dhe në klinik, mos hajde për shembull me vezikën bosh të zbrazur dhe me stomakun e mbushur. Por ai mund të pi një shishe ujë me gaz, që të ketë gaz në stomak, dhe duket shumë mirë pankrasi. Vizualizohet tamam në ekranin e ekografisë dhe vezika urinare, kur ka urinë në të 200-250 ml, atëherë na vizualizohet edhe pareti i brendshëm i saj, po edhe prostata, apo ndonjë lob i mesëm i prostatës e kështu me radhë. Pra, të dim edhe këtë gjë, që kur të vesh atje, kesh diçka, një stomak bosh, me një ujë të gazuar, gjysmë litër, për shembull, 5 minuta, 10 minuta para se të futesh. Dhe çfarë ekzaminime shtëpiera duhet të bëhen. Pra, ne përmendëm për një eko, ku do të konstatohet diçka pa diskutim. Por më të parat le të shkojmë. Për shembull, ne duhet të shikojmë njëherësisht azotemia dhe kreatinemia. Këto që mbarojnë me emia në fund janë komplet analizat e gjakut. Pra merret gjaku dhe shikohet.
Kjo është punë e mjekut që i përcakton ato. Po bëjmë këto provat e heparit të mëlçisë. Pra ne thamë që mund të jetë edhe një shkaktar hepari, mëlçia. Po nuk funksionoi mirë kjo, po nuk na i largoi toksinat, mundet që të ndodhi që të toksifikohemi. Pra shkuam tek ai grupimi i toksinat. Një faktor tjetër, bëjmë këto që mund të ishte kjo e diabetit, neuropatia diabetike, po shikojmë që glicemin, shikojmë këtë, është mirë që të bëhet kjo ndoshta hemoglobina e glukozuar, por të shikohet edhe si është gjendja e insulinës në gjak. Nëse gjejnë dhe këtë insulinemin, atëre vetë njerëzit mund të shikojnë edhe një tregues tjetër, kështu që këta përsëri mund ta llogarisin edhe vetë. Pra, ai shumëzon për shembull këtë glukozën e mëngjesit, le ta shumëzojë me sa t'i dalë insulinemia, e pjeston me 450. Nëse i del më pak se 2, trupi e merr insulinën dhe ajo e bën veprimin e saj në organizëm. E hap, e merr sheqerin, e çon në përinde dhe e djeg, që do të thotë nuk na krijohet neuropatia nga mos funksionimi i mirë i insulinës. Krahas këtyre, është mirë që ky të shikojë edhe këtë koeficientin e filtrimit të veshkës. Është një tregues aty CFR. Edhe kjo mund të llogaritet për shembull thjesht nga laboratori, është vetëm një përllogaritje kështu me laps, dhe kjo CFR-ja është mirë që të ndiqet, të monitorohet në vazhdimsi. Që të shikohet për shembull si është mirë funksionimi i veshkës. Pra ato glomerulat filtrojnë apo jo. Dhe të shikohet për shembull që ky parenkima e veshkës, për shembull, nëse një person vuan nga veshkat, të shikohet sa është parenkima, është 1.2 cm, trash është 1.5, disa e kanë 1.8, që do thotë 1.8 është një veshk e shëndetshme. Po edhe 1.2 është një veshk funksionale. Ndoshta personat që e kanë këtë simptom, pra të ndezjen e këmbëve, ndoshta nuk kanë bërë ndonjëherë kontroll, nuk e dinë nëse vuajnë as nga veshka, as nga mëlçia, ndoshta është një sinjal që jep trupi për të kontrolluar këto organe. Po patjetër, po. Është sinjal pra. Nuk vuaj nga veshka, por nëse bën një eko ose nëse bën këto analizat, mund të dalin një problemat. Dhe thjesht ndezja është papritur, ata marrin vesh për shembull një sëmundje të trupit të tyre, thjesht me pak analiza që bëjnë dhe me një ekografi. Por mund të bëhet edhe kjo kontrolli i fijeve nervore për të parë mos kemi të bëjmë ndoshta me atë dëmtimin e mielinës e kështu me radhë. Pra ka një grup analizash të cilat mjeku i mirë diferencon këto dhe pastaj ky ta orientoj pacientin që ti thotë shiko problemi qëndron këtu. Atëre, mbasi bëhen të gjitha këto, u bë ekzaminimi, një lloj rutine ose të heqim shmangin disa ushqime ndoshta nga dieta. Patjetër, ky duhet të di tash si do të mbrohet. Se edhe të marrë ilaçe në mënyrë të vazhdueshme, përsëri si themi ne do bjemi nga shiu në breshe. Do dëmtojmë organet nga kozgjatja e përdorimit të medikamenteve, por duke kombinuar medikamentet për një periudhë kohore, për shembull, sa ta shikojë edhe mjeku të arsyeshme, duke mos marrë për shembull produkte shtazore për një periudhë kohe, 15 ditore, 3 javore, kështu me radhë, duke paksuar kripën nga përdorimi në ushqime. Se kuj diet mund të jetë problem veshka dhe armik i veshkës? Duke bërë pak shëtitje esje dhe mundësisht sikur një vrap i lehtë, edhe sikur ai të jetë 60-65 vjeçar, një vrap i bën shumë mirë. Nuk them të bëj ai atë qinçin për 14 sekonda, apo është shumë mirë të bëj një vrap, 50 hapa, 100 hapa, moshat e thyera, dhe nxit ajo vëmre që gjaku fillon të vërshojë vrullshëm, dhe në atë shpejtësinë e sipër, ky merr këto toksinat dhe i kanalizon ato diku në veshka, diku në mëlçi dhe bëjmë pastrimin e trupit nga toksinat. Sigurisht duhet parë që edhe gjumin ta bëj të qetë, pra të ngushtojmë të gjitha ato shkaqe që na çojnë në shtimin e kësaj patologjie. Që është e bezdishme për çdo që e provon. Po nuk u treguam të kujdesshëm, ajo është sikur ti ke fut këmbët në furtër natën, ke një pareati, ke një nervozizëm,
një pagjumësi dhe shpeshherë njerëzit detyrohen që të çojë natën t'i futin këmbët në ujë të ftohtë ose në ujë me akull e kështu me radhë. E të mendosh tani me këto temperatura të larta që do të mbërthejnë patjetër Tiranën, për personat është më e vështirë. Po, është shumë e vështirë. Menaxhimi i ndezjes së këmbëve. Çfarë të shtojnë personat në ushqimet e tyre? Pra duke larguar proteinat shtazore, thatyu, kripën, duke bërë këtë lëvizjen dhe... Po, atëherë, nëse do të vemi tashti tek një trajtim alternativ. Po. Atëherë, unë do të thosha, do të ishte shumë mirë 2 deri në 3 gota në ditë, për shembull, aftësisht gota çaj. Për shembull, çfarë mund të fusim në këto? Mund të fusim hithrat, mund të futim radhiqen, çaj me radhiqe, e pastron gjakun, e hollon dhe largon toksinat, e mrekullueshme. Po mund të shtojmë trëndafilin e egër. Pra, nëse përdorim nga këto bimë, të cilat edhe largojnë toksina nga trupi, edhe hollojnë gjakun, edhe pastrojnë, atëherë, ne si thuaç kemi marrë masat për të ndryshuar këtë jetën tonë, për të larguar këto toksinat me disa produkte natyrale. Po shtojmë në gjellë për shembull majdanozin, nga një lugë kafe ose nga një lugë çaj, dhe duhet të dimë që një anti-inflamator i mrekullueshëm për trupin tonë është ky shafrani indiz, pasi ajo ka një lëndë aktive që quhet kjo kurkumina. Po. Shafrani ky. Kjo është e mrekullueshme për largimin e toksinave nga trupi, por edhe për përmirësimin e funksionit të mëlçisë. Si çaj në gjellë, ku e përdorim? Mund të hidhet në gjellë, mund të hidhet në pilafin e orizit, mund ta shtojmë nga pak në kos, një gjysmë lugë kafe. Pra, mund të përdoret 1 deri në 2 gram në ditë nga kjo, si thuaç 1 deri në 2 lugë kafe në ditë. Është e mrekullueshme, largon këto toksinat dhe ndihmon në uljen e inflamacioneve. Që edhe sikur të kemi ndonjë inflamacion tek kyçet poshtë, kjo i bën mrekullisht mirë, i pastron ato. Pra, nëse do të marrim këto masa, nëse do t'i futim nga një herë këmbët në ujë të ngrohtë, sikur një herë në ditë, 10-15 minutë, në ujë të ftohtë, më falni, dhe t'i mbajmë aty 10-15 minuta, mund ta improvizojmë tamam si uji i ftohtë i burimeve tona të kristalta. Ashtu ta bëjmë ujin dhe të marrim të lagim që nga gjunjët e poshtë me këtë ujin. Atëherë fillohet që enët sistemi i qarkullimit të gjakut, sistemi periferik, fillon që të kurret. Atëherë mundet që të na mblidhen këto venat e zgjeruara poshtë, edhe që gjaku aty nuk qarkullon lirshëm, po ka një si thua një vorbull, ajo nuk ka një rregullim normal, por të çrregullt. Edhe kjo mund të na japi një ndezje të këmbëve, biles kjo mund të na çojë edhe në trompoza. Pra, ky ujë i ftohtë i ngushton venat dhe përmirësohet qarkullimi i gjakut. I mbajmë këmbët pastaj 10-15 minuta të ngritura lart dhe pastaj fillojmë që të bëjmë nga një masazh, si të thuash, por nga shputa e këmbës deri në rrezën e kofshës. Aty ku është ajo koka e femurit. Atëherë zbrazja. Si thuash, neve do e mbledhim atë muskulaturën e këmbës me të 2 duart dhe do t'i japim deri nga rreza e kofshës. Si thuash, e marr gjakun nga periferia dhe ndihmoj që të shkojë në zemër. Atëherë, kjo do të më bëj këtë gjë, largon toksinat, largon azotin, kreatin, nëse këtu për shembull është i rritur, dhe ul, si thuash, atë shkallën e ndezjes së këmbëve. Po ta bëjmë brenda ata që u shoqërohet dhe me ëndjen. Patjetër, po. Qenjten këmbët bëhen shumë të lehta, ka shumë rëndësi edhe refleksologjia e shputës së këmbës, që do të thotë, nëse ne do ta lyejmë për shembull me ndonjë vaj rozmarine, livandoje, dëllinje e kështu me radhë, esencat do të përdoren me pika, 4-5 pika gjithsej. Ndërsa vaj transportues, ose ajo baza e saj, është një vaj tjetër. Për shembull që ne mund të marrim vajin e ullirit, pasi ka acide organike, në veçanti këtë oleikun, mund të marrim vajin e lules së basanit, dhe kjo ka atë në përqindjen më të lartë të hipericinën, atë që e bën si të kuqurrent, edhe kjo na ndihmon, qetëson nervat e sistemit nervor periferik. Lyhet pjesa e shputës dhe gjithë pjesa Pra, marrim një lugë çaj nga ky vaj, hedhim 4-5 pika, 6 vaj rozmarine, ose ndonjë
dëllinj, ose ndonjë ndafin që edhe të na i freskoj këmbët, ose edhe mente, po që të gjitha, nëse kemi 2-3, do të hedhim 2-3 pika nga njëra, 2-3 nga tjetra, që aq na bëhen rreth 5-6 pika. Ai vaj mente, se nga që e kam provuar, ai të jep një ndjesi shumë të freskët. Është një zgjidhje ndoshta për këtë pjesë, apo është e padurueshme ajo? Jo, nuk është e padurueshme, se nuk do të hedhim shumë, nuk do ta teprojmë. Ajo jep një energji të brendshme, një freski dhe një përmirësim të qarkullimit të gjakut. Por pa e tepruar me dozën, 5 deri në 6 pika. Vaj tjetër transportues le të jetë një nga ato që unë përmenda kështu. Atëherë, nëse këmbët na rrin përsëri kështu, atëherë duhet të kalojmë te një trajtim tjetër, pak më i plot. Për shembull, mund të marrim 5-6 litra ujë të ftohtë, mund të hedhim ja 2-3 copa akulli brenda në të, mund të hedhim ja 2 lugë gjelle uthull molle tegër, shtojmë pak krip dhe pak sodë buke. Edhe sikur i relaksoj këmbët. Në fund, i fshim dhe vazhdojmë lyerjen. Do të ishte shumë mirë që në këto raste, kur nuk gjetëm qetësi me këto të dyja, do të gjejmë pa diskutim, po puna është rigjenerimi tyre, të përdorim ose vajin reumer ose kremin reumer. Lagi mirë shputën e këmbës, kurrizin e saj, këtë kyçin këtu, atë tunelin tarsal dhe vazhdojmë lart. Atëherë shkojmë tek shputa e këmbës dhe i bëjmë një farë relaksi. Pra masazhojmë shputën e këmbës kështu. Aty janë ato fjet nervore që janë... Të gjithë receptorët nervor të organeve, ne i gjejmë këtu, të relaksimit të tyre. Ky bëhet masazh një 2-3 minuta me dorë kështu. Shtypim në çdo fund falangu me gishtin tregues e madh të dorës tjetër, e shtyp dhe e ngjesh fort. Mbas kësaj, i mbledh të 4 kështu, 5 gishtat dhe shkoj tek shputa e këmbës dhe i bëj një relaksim kështu. Kështu. Do të vëmë re që me të vërtetë është shumë qetësuese ky veprimi dhe për çdo që ka dhimbje këmbësh për shembull. Atëherë, kalojmë po kështu edhe nga mbi vete, kyçin dhe do të vëmë re që këmbët i kemi pëndët e lehta. Mbas këtij masazhi, këmbët i mbajmë kështu, në një kënd rreth 60 gradë. Sigurisht do të jetë dikush që ushtron këtë veprim. Po patjetër, po edhe vetëm individi në kushte shtëpie, unë jam i sigurt që ai e bën shumë mirë. Sa shpesh duhet të bëj këto trajtimet? Pra lyerja me vajra, trajtimi, masazhi. Dhe dytë, për shembull java e parë do të ishte shumë mirë 2 herë në ditë. Që të pastrojmë, të ulim nivelin e acidit urik që mund të na ndodhet në përkyçe, sidomos në shputën poshtë. Pra ulet kjo, lehtësohen nervat dhe fillon ajo energjizimi i këtyre fijeve nervore dhe i receptorëve. Atëherë, javën e dytë e në vazhdimsi mund ta bëjmë të paktën 1 herë në ditë. Ndërsa këmbët asgjë nuk na kushton që ne t'i mbajmë 2 herë në ditë të ngritura në 10-15 minuta. Sigurisht, duke hequr edhe këto pijet alkolike, sepse ato dashur pa dashur e rrisin këtë nivelin e acidit urik në përkyçe, duke ulur pak atë nivelin e kripës në gjell dhe duke përdorur perime të shumëllojshme. Nëse do të kemi për shembull çrregullimi le të themi nga veshkat, mund të përdorim dhe atë çajin uromer, të shoqëruar me pak. Për që të pastron dhe veshkat, ithrat të sezonit. Po mund të përdorim murrizin, mund të përdorim dhe atë lulen e murrizit, ose kemi atë çajin që është për zemër, një kombinim i këtyre bimëve të shoqëruara ndoshta me pak hithra, me trëndafil, ose edhe majdanozi e kështu me radhë. Pra që të gjitha këto, nëse do t'i përdorim 3 gota në ditë, një në mëngjes, një në drekë, një në darkë, do të më japin pa diskutim atë relaksimin, atë çlodhjen e këmbëve dhe sistemi nervor periferik, pra fundi i nervave tek këmbët, nuk do të më japi më atë temperaturën e lartë. Pra pas ka një zgjidhje për këta individ që pavarësisht shkakut që ju sjell ndezjen e këmbëve, do të jemi sistematik në përdorimin e këtyre këshillave në mënyrë që edhe të marrim një rezultat, se nuk kam ndjesi ndoshta më të parehatshme në këtë temperaturë, të kesh dhe një ndezje të këmbëve që i bjetërisht gjithë ditën me këmbë në ujë të ftohtë. Patjetër. Po ose ata bëjnë përsëri një gabim tjetër, qëndrimi për shembull zbathur në çimento. Është e gabuar? Edhe kjo është e gabuar, sepse kjo duket sikur na qetëson, duket sikur na ul temperaturën, por le të mos harrojmë atë fjalën e gjarprit që i tha
gurit, mos të hit njeri u poshti, se unë i tha do të dëmtoj pak e nga pak, pra guri i tha gjarëfrit, rriti mos dil që ta pizkosh njeri, unë se s'mullet më mbi vete. Se unë i tha dëmtoj nga një qik, pa e kuptuar fare. Pra, edhe të njëjtën gjë do të na bëj edhe plaka. Ashtu si që bën ai guri, kur ulemi për shembull në gur, që na dëmton, na vret për shembull si thua, edhe prostatën, edhe na jep çik të ftohtë e kështu. Është ajo ndjesia që është pak më e freskët pllaka, çimentoja dhe këta persona e në këtë mënyrë ne sikur i bëjmë qejfin smundjes. Ashtu. Dhe sikur themi po, këtu e gjej rehatin unë qetësinë, po kjo është e gabuar. Elimino shkakun. Pra, diagnostikohu një herë, konsultohu me mjekun, merr përdor ato medikamentet nëse do të jenë për shembull jo për një kohë të gjatë, kështu, po për një afat të shkurtër dhe bazën pastaj zgjidhe me produktet natyrale. Ka plot në natyrë. Kemi përmbledhur këtë menun ditore për ndezjet e këmbëve, po ja u përmend edhe një herë se si duhet ta organizoni menun tuaj të ditës, një rekomandim dhe këshill që tregoi dhe doktor Ylli këtu. Në mëngjes do të pini një çaj me hithra ose trëndafil të egër ose çaj reumer, duke marrë 4-5 lugë gjelle nga çaji reumer, 2 dorë muriz, lule murizi, një lugë gjelle mendër i zieni të gjitha bashk për 2 minuta në 1 litër ujë dhe nga ky çaj do të pini 3-4 gota në ditë para buke. Ne keni të shkruar dhe po e lexoj avash që t'i shënoni produktet. Hapi 2, do të lyeni këmbët me vaj basani, 1 lugë çaji dhe 4-5 pika vaj rozmarine ose me vajin reumer, duke i masazhuar dhe duke i mbajtur lart 15 deri në 20 minuta. Në drek do të shtoni në gjell 1 lugë kafeje shafran, siç thamë që është antiinflamator, do të përdorni majdanos ose mendër dhe mund të pini dhe 1 gotë çaj para buke, nga çajrat që përmendëm. Në darkë vendosini këmbët në ujë të ftohtë, hithni në ujë 1 lugë supe sod, 1 lugë supe krip. Edhe pak uthull, thama, apo jo, doktor? Po, 1 lugë gjelle. I masazhoni gjithashtu në këtë ujë këmbët për 10-15 minuta dhe pasi të keni masazhuar dhe të lini të qëndrojnë pak aty, i lyeni me vajin ose me kremin reumer, duke i mbajtur në 60 gradë lart për 15 minuta. Pra një ide, një mënyrë se si mund ta trajtojnë veten këta individ, pavarësisht se çfarë thamë ne këtu, duhet gjetur shkaku përmes analizave të rekomanduara, por edhe duke dëgjuar trupin përmes shenjave, pra goja e thatë apo ëndja e këmbëve, që janë 2 sinjale të tjera ekstra stres, siç thamë, njëra për sistemin renal për veshka, tjetra për mëlçin, apo personat që marrin dhe shumë medikamente, mund të jetë një shkak i dytë teprica me medikamente që pensionistët e kanë plot. Toksifikohemi nga medikamentet e ndryshme. Që do të duhet edhe të pastrohet trupi në të prizëm. Shpresojmë që t'ju kemi dhënë disa këshilla të vlefshme për personat cilët e vuajnë këtë problematik. Do të jetë patjetër në kanalin tonë në YouTube Reze Dielli gjithë biseda dhe këshillat që doktor Ylli tha. Dëgjoni trupin tuaj, mos i neglizhoni, sepse duke e dëgjuar dhe duke qenë konsistent në sinjalet që trupi jep, duhet jemi të parët mjek të vetvetes për ta dëgjuar atë dhe më pas të marrim këshillat e profesionistëve. Ju falenderoj, doktor. Ju uroj ditë të mbarë dhe javë të mbarë. Faleminderit për këshillat e sotme. Do të shihemi nesër në një tjetër puntat të Reze Dielli. Kalofshi një ditë të bukur. Mirupafshim.